Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Njeriu që jetoi 110 vjet zbulon sekretin. Ja ilaçi i lashtë që duhet të pini çdo ditë. Hira është lëng i cili përftohet nga qumshti i lopës me rastin e përpunimit të djathit. Është e pastër me minerale, vitamina, aminoacide, proteina dhe bashkime të tjera të cilat janë të shëndetshme për organizmin ton. Megjithëse është fjala për lëngje, e dim që ato shpejt arrijnë deri te të gjitha organet nëpërmjet të cilave kompensohen shumë mungesa në organizmin ton. Gjithashtu, për shkak të vlerës së ulët të pH-it, transportimi deri tek organi është shumë i shpejtë dhe efikas. Në 1 litër hir mund të gjenden vetëm 360 kalori, gjë që është përgjysmë më pak se kaloritë të cilat mund t'i gjejmë në 1 litër qumësht të freskët. Pos kësaj që përmendëm, hira përmban edhe albumina, minerale të cilat i gjejmë në hirë dhe nga ana tjetër mirëmbajnë tonusin e qelizave dhe pengojnë tensionin e lartë të gjakut, sulmet në tru dhe infarktin. Nga ana tjetër, proteinat pengojnë osteoporozën dhe rregullojnë kolesterinën, ndalin veprimin e gurzave të dhëmbëve, rrisin rëndesën dhe masën e muskujve, forcojnë imunitetin, zvogëlojnë stresin dhe ajo që është më me rëndësi, gjenerojnë mëlçin. Duhet të dini që ushqimi intensiv me hirë në të gjitha format origjinale të saj dhe derivateve çon deri tek rigjenerimi i shpejtë i vendeve të sëmura në organizëm. Një ndër to është edhe mënyra e përgatitjes. Ju duhet 1 litër qumësht i cili duhet vluar. Derisa është ende qumshti i nxehtë, shtoni aty lëng limoni. Në 1 litër qumësht hidhet lëngu i 1 limoni. Lihet të ftohet dhe kur të ftohet më pas, hidhet në një shishe dhe mbahet në frigorifer. Nga ana tjetër, në qoftë se keni dëgjuar ndonjëherë për hirën, duhet të dini që ajo bën mrekulli për trupin tuaj. Ndoshta emrin ajo nuk e ka aq të bukur sa që ka vlerat kurative që mbart, aq sa njerëzit e krahasojnë me vetë qumshtin e gjirit. Hira është një lëng i cili përftohet pasi është bërë djathi. Për të bërë 1 kilogram djath ne na duhen 10 litra qumësht, ku 9 prej të cilave janë hirë. Pioneri i kërkimeve për sistemin imunitar, Eli Metchnikoff, dhe një fitues i çmimit Nobel në psikologji dhe në mjeksi në vitin 1908 e ka vlerësuar së tepërmi futjen e hirës në dietën tuaj të përditshme. I quajtur babai i imunitetit mes naturales, Metchnikoff ka thënë se hira ka një efekt të pakrahasueshëm në sistemin ton gastrik. Jetëgjatësia dhe mosprekja e banorëve të Kaukazit nga tuberkulozi dhe tumoret i atribuohen pikërisht konsumimit të hirës nga kjo popullsi. Hira përmban 16 lloje elementësh, proteina, 8 minerale, vitamina kryesisht ato të grupit B, aminoacide dhe gjithashtu enzima dhe shumë elementë të tjerë të rëndësishëm. Pastron veshkat. Hira bën një punë të shkëlqyer duke pastruar veshkat, madje në disa raste duke shkrirë edhe gurët në to. Nuk është rastësi pse doktorët e rekomandojnë masivisht konsumin e hirës tek pacientët të sëmurë me veshka. Largon helmet nga mëlçia. Mëlçia është një organ një shkëlqyer i vetmi në trup i cili rigjeneron në vetveten. Ky organ kryen një sër funksionesh të rëndësishme në trup për ta mbajtur atë sa më të shëndetshëm. Studime të shumta kanë treguar se përbërësit e nxjerrë nga hira, sidomos proteinat e hirës, kanë veti
mikrobiale dhe antivirale, gjithashtu forcojnë sistemin tuaj imunitar dhe nga ana tjetër munden që të mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe të rrisin gjithashtu performancën e aktivitetit fizik. Kjo pije e varfër në pamje por jo në përmbajtje ka gjithashtu vlera të rëndësishme për sa i përket forcimit të sistemit ton imunitar dhe ka një përmbajtje të beta-laktoglobulin e cila furnizon organizmin me aminothartirat BCAA, të cilat ndihmojnë në sëmundje të avancuara të mëlçisë, të sëmurëve nga të thatit u mundëson që të bëjnë një jetë më të gjatë dhe më cilësore. Hira nuk ka asnjë arsye që të mos jetë kryepija juaj e verës. Tonifikon gjithashtu edhe muskujt dhe ka efekt dobësues. Hira gjithashtu ndihmon edhe për rënien në peshë duke qenë se proteinat e saj ndihmojnë për të dobësuar dhe për të rritur masën muskulore. Përveç kësaj, ajo ju jep ndjesinë tuaj të ngopjes duke ndikuar edhe tek nivelet e hormoneve të cilat ulin oreksin. Nga ana tjetër, atyre që u pëlqen sporti në vend të kokrave energjike që marrin, gjithashtu mundet të përdorin pikërisht këtë pije. Forcon muskujt dhe gjithashtu pengon osteoporozën. Sigurisht që hira nuk ka asnjë yndyrë që ka qumshti dhe është një zëvendësues i mirë i tij për sa i përket vlerave ushqimore. Një nga studimet e cila rezulton se hira përmban 16 lloje proteina, 7 minerale dhe vitamina kryesisht të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjerë të shëndetshme, ka thënë se është pikërisht hira ajo e cila ka një përmbajtje që mund ta bëjë atë të krahasueshme me qumshtin e xhirit. Pija magjike ndihmon edhe në periudhën e prekjes së femrave nga osteoporoza pasi forcon kockat me ushqim, rregullon yndyrën e tepërt në gjak. Hira nga ana tjetër u rekomandohet njerëzve të cilët kanë probleme me yndyrën e tepërt në gjak. Pas vetëm disa javësh të konsumit të rregullt, ju do të shihni efektet e mrekullueshme. Largon stresin. Hira nxit prodhimin e serotoninës, hormon i lumturisë dhe kështu zvogëlon edhe ndjenjën e stresit. Përgatitja: zgjeni 1 litër qumësh dhe kur të jetë në vlim sipër, hidhni aty 1 pikë limoni në mënyrë që të pritet. Lëreni të pritet dhe ndani veç lëngun e tij dukshëm i cili ngjitet sipër. Pra hirën. Hidheni në një shishe qelçi dhe konsumoni atë fillimisht nga 1 gotë në ditë. Pjesa që ka mbetur si salcë vlen po aq sa lëngu. 1 lugë e saj po të tretet në ujë dhe të konsumohet, jep po të njëjtin efekt në organizëm. Mirë po, duhet të dini se hira gjithashtu ka efekte të shkëlqyera edhe për sa i përket vlerave ndaj shëndetit si për të rriturit ashtu edhe për fëmijët. Mirë po gjithmonë kjo duhet ndjekur në bazë të këshillave të mjekut. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Duhet të dini se nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të provoni këto receta, ne ju këshillojmë të konsultoheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.